Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Kolo. Sa gra drejtorash dhe dashnore drejtorash na shajnë ndoshta kur dëgjojnë këtë sikël? Po, kush e merr vesh? Do doja ta dija, a kemi në mënyrë për ta ditur? Të na shkruajnë. Ta shkruajmë për shembull, në klapa dashnoria ose në klapa gruaja. Gruaja. Ose në klapa një mik që i do të mirën. Blerina, kam në dorë librin. Kam në dorë një libër që nuk po e shqis dot. Doli që pas kam bler për vitesh, po më kishe humbur në një rëndë. Çuditërisht kam shumë rëndësa këto kohë të fundit ku më humbasin gjëra. Po e lexoj me një ëndje që ç'të them. Është një libër i një spanjolli që mora vesh në qënkësh një nga spanjollët më të mëdhej, tashmë i vdekur, ka vdekur para ca vitesh. Ka vdekur 2017. Po ja, dhe thot Le Monde Diplomatique ka bërë këtë koment për të që është në kopertinë në pjesën e pasme të kopertinës së librit. Në të pasme. Po, ja kanë shkruar në të pasme. Juan Goytisolo është shkrimtari më i madh spanjoll dhe me saga familjes Marx, që është ky libri që kam në dorë, na sjell një roman plot humor dhe urtësi, një përzierje e Swiftit dhe Cervantesit. Është një botim i pika pas sipërfaqe, është një përkthim unë mendoj shumë i mirë i Bashkim Sheut. Po. Shqipërinë për të mos thënë. Do përpiqem të lexoj Blerin edhe sepse është një libër me një gjuhë të vështirë. Pra është vështirë për t'u lexuar. Do sugjerohet mos ishte libri i parë i njeriu që thotë do filloj të lexoj. Le të mos e filloj me këtë libër, por dikush që ka lexuar një 10 libra, unë mendoj që ky mund të ishte 11-i. Hajde. Po sepse ky kapitulli i parë ka ca pjesë që duhet të lexoj patjetër, kështu që do ka përcej në për të. Guarda Carlo. Në italisht e kish thënë? Che bel transatlantico. Drejtonte gishtin me gur të çmuar nga horizonti gëlqert, nga spikama e vagëlluar e një gjemie me dhoma luksoze, oxhak, radar, antena, ur komandimi shfaqur aty, kundrua plazhit të zgjedhur si nëpërmjet një iluzioni apo mashtrimi optik, që nga horizontaliteti i tyre paralel, pra ishin të shtrirë i tyre paralel, janë këta të shtrirët në plazh, ha? Të rehatuar në dyshek me vija që ashtu si shtëpizat dhe tendat e barit, riprodhonin ngjyrat e emblemës kombëtare, në hijen e kasollave të rreme polineziane apo të ekspozuar në diell, të mbrojtur paraprakisht me syze me kremra rreze filtrues, plazhistët sikur s'po e vinin re atë. Për të zënë ngastrën e tyre të vogël të lumturisë bregdetare, kishin paguar një këtu kaloj janë ca gjëra të bukura, por që dua t'i kaloj. Se dua të shkoj tek Pra kuptuam ku jemi? Pra jemi në plazh, sepse është gati në ky ka fjalinë gjatë një paragraf, Po, pra po. Një sprovë jashtëzakonshme. Të tregoj, po duhet të tregoj kush është në plazh. Askush nuk I shfaqet aty shihet e veta plebease me gërvimën kakofonike të tranzistorëve. Çiftet izoloheshin muzikalisht në magnetofonet e tyre me kufje, në kohën që thithnin me pip zaflloskuese e shumë të këndshme pije të ftohta dhe shkëmbenin vështrime për gjumje ose lumturie, të pajisura me saltanete llaku, qumshtrash hidratues, pomada shinuese, kremra shkundërrudhave dhe rigjenerues kapilar të përshtatshëm për ngrohtësinë e lavdishme të ditës. Edhe konet lese lozënjare me gjuhën e vogël jashtë rendin përgjat bregut dhe zhgërryeshin në rër, duke marrë zemër nga toleranca të zotërve, duke bërgar mes tyre për fisnikërinë e racës dhe gjerologjinë e tyre shumë të pastër. Her pas here, ndonjë mama e re me gjinjë të ngrehur dhe shpues përmbushte ritualin duke qortuar llastueshëm qenin e saj. Jepte qenushit puthje të vogla në turi, ja kashaiste dhe ja krihte krifën e trezuar nga era. Derte këshilla maturie dhe mençurie që Marsi I priste duke përgjirur me lëpire të zhdërvjellta në një skenë lirësie dhe spontaniteti që synonte t'i tregonte publikut hiret dhe virtytet dashurore të interesuarës. Krijesë me floknaj të rënd e të paruar dhe me gjinjë të fortë, me ngacmim dhe grishje për t'u thithur. Një ditë vere si gjithë të tjerat, saksisht si gjithë të tjerat. Në atë mjedis zeshkanësie, badiava të gjindjes së izoluar në sajt një personaliteti të një personeli të aftë dhe stërvitur që ruante hyrje dhe vetkalimet kufitare, I përzemër dhe I gjinshëm dhe të zgjedhurve dhe me një rrepsi preashtuese ndaj biramelëve dhe të paftuarve. Ky është plazh privat. Nuk e pe tabelën? Këtu hyn vetëm antarët e të abonuarit. Po të dorit lani falas, në det, shkonim ata ndigës, aty keni tuajet. Lumturi verore kulluar, letargji shumë e këndshme që pason pushimin e pas drekës, përgjumje kolektive, paqe bashkëndar mes çiftesh, të shkujdesur që edhe pse zhveshur nga rroba dhe petka dalluese, ruanin megjithatë shenjat që I dallonin, çanta, kapele, xhavajir, fëmijë, kone,
dhe sa të tjera simbole të statusit të tyre kulmor. Kishte hipi, borgjez, latifondist, mafioz me parat pastruara të bardha bor, trafikant armësh, kontrabandist nga dyre fisnike, funksionar dhe krerë të NATO-s, një arqiduk bjond dhe kuqalash, në një dolçe farniente shka për dredhës që në nuriste dhe i përgjumte. Si mund të shpjegoj ndryshe që askush nuk e vuri re më parë, afërsinë shqetësuese, kërcënuese dhe të hatashme të anijes. Masa e saj e stërmadhe ishte qasur te plazhi duke rrezikuar të ngeste në rër dhe të pësonte disfat ndan pishinës. Ndan dhomave luksoze dhe në urën e komandimit, oficer të stolisur kërcyrnin bregun me dylbi. Të tjerë drejtonin manovrat e ekuipazhit për ta ndalur gjemin. Natyra pazakonte kësaj skene dhe ngurësia e ngrirë atij transatlantiku të mrekullonte dhe të hutonte. Pse kishte hedhur sperancën në plazh, pikërisht në plazh, në vend që ta kroheshin te porti aty pranë ose të vazhdojnë qetësisht rrugën e tyre? Mos vallë për të bërë të mundur shihoni mashtina sa shfaqe, apo mos kishin qëllime të mbrapshta të fshehta. Do kaloj pak Blerina tek momenti. Jo, shumë shkurt. Mund ta bëjmë shumë shkurt, këtu është Nami Zi, se më thot DJ shumë shkurt. Po pra, është. Jo, shumë. Po i përgjigjesh librit. Po bie shumë shkurt atëherë. Po kaloj ca faqe shumë të bukura për të thënë. Cilët mund të ishin ata, se janë njerëz që zbresin nga anija Blerina dhe sulen me notë drejt anijës. Po ka një përshkrim të gjashtë shumë bukur, po e kaloj shumë shkurt. Cilët mund të ishin ata njerëz të vrashtë e të pakdhëndur që jepnin e merrin me duar pareshtur, të shastisur dhe që me një gjithë papritur vozinin dhe derdheshin së bashku drejt ranishtes? Dikush kishte lëshuar një brit malarmi. Shqiptarët. Ja. Po zbrisin nga anija, nga transatlantiku. Lum. Dhe shpërtheu panikun mjedisin e gjendjes së bukur të zgjedhur, mes çifteve të përgjumura nga vapa e verës dhe nga plagështia e pushimit pas drekës. Mamat kishin rendur të kërkonin fëmijë dhe qendë tyre buzdetit. Meshkujt sajonin kuvendet fshetat edhshme, pa ditur çfarë vendimi të merrnin përballë asaj situate emergjence. Madje edhe kujdestarët e plazhit dhe çunat e bareve dukeshin të shushatur. Si të përballej të ndalej flotilja varkave të mbushur plot dhe notarëve që po afroheshin ranishte stufa. Etj, po kaloj çik por. Po kaloj ca. I pari që kishin mbritur kishte puthur rërë në shenderimi të zjarrt ndaj një toke mikpritëse dhe vllazërore. Kishte rënë më gjunj para një mamaje të re. Dhe lajkatonte ose bekonte në gjuhën e tij belbacuke. Përpiqet fitonte pëlqimin apo dashamirësinë e saj. Vështronte me dashuri fëmijën që mbante ajo në krah dhe pa u ligështuar nga ftohtësia e saj përshtatore, donte të hynte në qef qenushit të saj. Një pekinez i gjindosur që i drejtoi me gërsit paftuarit, i vetëdijshëm fal një edukimit kujdesshëm, sa i nuk i vinte as te maja thojt klasës së të zonjës, dhe se i mungonte brerorja e domosdoshme, një pasuri të madhe apo një prestigj të madh. E të tjera, Blerina, është një libër i jashtëzakonshëm. Joan Gojti Solo, saga familjes Marx, kështu vazhdon me transatlantiku nga zbresin dhe lëshohen drejt ranishtes dhe këtij plazhi privat plot me bukuroshe dhe bukuroshër, një tufë e madhe me shqiptarë që arratisin nga Shqipëria. Do ta zbulojmë besoj diçka më shumë javën që vjen. Kismet. Të shohim Blerina. Kismet. Kismet. Ikim me reklama.